Një situatë e pazakontë po shoqëron përgatitjet për Kupën e Botës, pasi miliona tifoz në 2 nga vendet më të populluara në botë mund të mbeten pa transmetim të ndeshjeve. Problemet lidhen me mungesën e marrëveshjeve për të drejtat televizive në Indi dhe Kinë, ndërsa turneu pritet të nisë pas vetëm disa javësh. Në Indi, një ofertë e bërë nga një bashkëpunim mes Reliance dhe Disney për rreth $20 milion është konsideruar shumë e ulët nga organizatorët, duke bllokuar negociatat me FIFA-n. Ndërkohë, në Kinë ende nuk është arritur asnjë marrëveshje zyrtare, pavarësisht faktit që vendi ka përfaqësuar një pjesë shumë të madhe të audiencës globale në edicionin e fundit të turneut. Sipas FIFA-s, bisedimet me 2 vendet janë ende në proces dhe mbetet konfidenciale, ndërsa në total janë arritur marrëveshje transmetimi në mbi 175 territore në mbar botën. Megjithatë, koha po shkurtohet. Vetëm pak javë para nisjes së turneut, ende nuk ka siguri nëse tifozët në Indi dhe Kinë do të mund të ndjekin ndeshjet drejt për drejt. Kjo situatë ka ngritur shqetësime në industrinë sportive dhe mediatike, pasi mungesa e marrëveshjeve mund të ndikojë ndjeshëm në audiencën globale dhe të ardhurat nga reklama.